Përshëndetje, mi mbrëma, mirë se vini në episodin e radhës të podcastit ton. Unë jam avukat Artan Gjuzi. Ky është emisioni Okult me avokatin. Sot do të flasim për një temë që prek zemrën e shumë shqiptarëve fakt, që jetojnë jashtë vendit, emigrantët që po humbasin pronën e tyre në Shqipëri. Emisionin e kaluar folën e prekëm pak këtë temën pra për pronën e emigrantëve, se si po humbet prona e emigrantëve, problematikat që hasin pronat e emigrantëve. Duke qenë se kjo është një temë shumë e rëndësishme, shumë delikate, e menduam që këtë temë ta ndajmë në 2 episode. Episodin e radhës të kaluar dhe episodin e sotëm që kemi menduar të titullojmë Prona në rrezik. Pra flasim gjithmonë për pronën e emigrantit, por prona në rrezik. Së pari, si gjithnjë dua të falenderoj sponsorët tanë dhe zotin Cako që na jep këtë mundësinë për të bashkëbiseduar me ju për të ndarë problematika të ndryshme sidomos për sa i përket pronës. Dhe të gjithë problemet që hasin shqiptarët, sidomos emigrantët, lidhur me pronën, me të drejtat e pronësisë dhe me gëzimin dhe zhvillimin e pronës. Falenderojmë gjithashtu të gjithë ato që na shkruajnë, të gjithë ato që vendosin të ndajnë me ne historitë e tyre, të gjithë ato që na kanë kërkuar, që kanë qenë të shumtë, që na kanë kërkuar mendime dhe sugjerime lidhur me problematikat e tyre, për sa i përket temave që ne trajtojmë në këtë emision. Ndaj duhet të bëj dhe një thirrje të gjithë atyre që na ndjekin, që janë të interesuar, mos nguroni të bëni subscribe në kanalin ton dhe të na pyesni për çfarë lloj problemi, si gjithmonë janë dhe do të jenë këshilla dhe mendimet tona falas për ju. Prona e emigrantit, në fakt ky është një realitet i hidhur, shpesh i padukshëm, por shumë i pranishëm. Prona që kemi trashëguar, toka që kemi bler me vite, mundi në emigrim, shtëpia që kemi ndërtuar me të ardhurat e nga djersa, nga puna e stërmundimshme e gjatë në vitet e emigrimit, po humbet. Po villet, po tjetërsohet, po vjetërsohet, po ç'bëhet. Dhe jo nga fatkeqësitë natyrore. Pra nuk është se prona po humbet nga fatkeqësi natyrore që të mund ta justifikonin, por fatkeqësisht po humbet nga sistemi, nga dobësitë e sistemit, që shpesh është më i afërt me abuzuesit, me abuzimin, sesa me drejtën, sesa nga ana e të drejtës. Në këtë episod do të flasim për arsyet pse po ndodh kjo. Do të ndajmë disa histori të vërteta dhe do kërkojmë së bashku të ngrejmë zërin ose të bashkarisht të flasim histori që të mundemi të dëgjohemi. Siç e kam thënë, vazhdoj ta them, vetëm nëse jemi së bashku, zëri jon do të dëgjohet, vetëm nëse do jemi së bashku, të drejtën do ta kërkojmë më me forcë dhe do të arrijmë të bëjmë diçka vetëm nëse e ngrem zërin së bashku. Le të trajtojmë pra më poshtë disa nga shkaqet dhe arsyet pse humbet, pse është në rrezik prona e emigrantit, faktorët që çojnë në këtë gjendje dhe disa mënyra të parandaluese ndaj këtyre kasapane, ndaj kësaj kasapane që po zhvillohet, që është prezente në Shqipëri. Disa faktorë që janë kyç të rëndësishëm, pra që çojnë në rrezik të humbjes të pronës së emigrantit, që japin mundësi vjedhjes ose grabitjes së pronave të emigrantit, janë mungesa e dokumentacionit të saktë, mungesa e dokumentacionit të përditësuar. Pra shumë emigrantë jetojnë pra jashtë shtetit, nuk kanë mundësi të përditësojnë ose të jenë në koherencë me përditësimet e ligjit ose me ndryshimet e ligjit, me zhvillimet e tjera për sa i përket të drejtës të pronësisë. Legalizimet dhe proceset e vonuara janë gjithashtu një faktor shumë dominues për sa i përket grabitjes ose pronës në rrezik të emigrantit. Çfarë do thot legalizimet? Legalizimet do thot emigrantët jetojnë, punojnë familjarisht
shumë vite, për shumë kohësh jashtë vendit. Greqi, Itali, e gjetë. Në persona të ndryshëm duke profituar nga largësitë, kanë abuzuar, kanë legalizuar, kanë kërkuar ose kanë futur në proces legalizimi tokën, truallin ose herës edhe shtëpitë e emigrantëve të cilët kanë nguruar ose kanë vonuar të regjistrojnë pronën e tyre. Pra. Dhe kur ti vjen në Shqipëri në adheun tënd, kërkon të kthehesh, kërkon që pronën ta zhvillosh, kërkon që pronën ta legalizosh, ta regjistrosh në fani, atëherë shikon që dikush tjetër është bashkëpunëtar i pronës tënde, dikush tjetër ka përfituar me legalizimin. Pra legalizimi, siç e kemi thënë në të gjithë episodet tona, është një pikë, është një gangren për vendin ton, është një ligj i cili ka shkaktuar shumë plagë dhe ka bërë që shumë persona ta humbin ose të cënohet e drejta e pronësisë, e drejta e zhvillimit të pronave. Një faktor tjetër që ka ndikuar dhe ndikon gjithmonë në vjedhjen ose në grabitjen e pronës së emigrantëve, që ndikon që prona e emigrantit të vijë të jetë në rrezik pra është falsifikimi i dokumentave. Në shumë raste ne kemi hasim, vazhdojmë për ditë pa të mësojmë të reja për sa i përket dokumentave të falsifikuara. Unë ju fola episodin e kaluar për një rast konkret të cilin e kam nga përvoja ime, se si falsifikohen dokumentat. Atëherë ju fola për Fatmirin nga Berati, i cili kur erdhi pas shumë vite emigrim nga shteti grek për të rinovuar dokumentat e shtëpisë, shikon që i vllai bashkë me familjarë të tjerë kishin falsifikuar dokumentat të shtëpisë të Fatmirit dhe aty jo vetëm që i kishin ndryshuar pronësinë, por kishin bërë dhe ndërtime të reja, të cilët i kanë futur për legalizim në tokën dhe në shtëpinë e Fatmirit, i cili e kishte bler para viteve 90. Një tjetër problematik për sa i përket pronës ose problemeve që hasin emigrantët për pronën, për regjistrimin e pronës, për zhvillimin e pronës, për gëzimin e pronës, është edhe largësia. Largësia dhe mungesa e kryerjes së dokumentacionit në një kohë reale është në fakt një faktor tjetër që ndikon në abuzimet që bëhen me pronën e emigrantëve. Largësia mungesës së kohës, por edhe informacionit, ndërthurur kjo me ligjet gjysmake që janë për pronën, që janë në vendin tonë, që vazhdojnë të jenë në vendin tonë, e kemi thënë, ligjet këtu janë tërësisht gjysmake. Pikërisht për këtë është më shumë se 30 vjet që shqiptari, por sidomos emigranti, nuk po e gëzon tokën e tij, pronën e tij dhe ngelen vetëm letra në duar të individit pronar. Pra kjo ka bërë, pra këto probleme kanë bërë që prona e emigrantit të jetë gjithmonë në rrezik. Mundi djersa e tyre të jenë në rrezik. E folëm pra për falsifikimin, që është një fenomen i përhapur në vendin tonë, në cilat manipulohet prona e emigrantit. Edhe legalizimet e padrejta, ka raste pra që siç e parashtruar më lart, që legalizimet janë shumë abuzive. Ti vjen për të kërkuar tokën trashëgim nga babai, nga gjyshi, gjen që një firmë, një individ ose një korporat e ka futur tokën tënde ose një pjesë të tokës tënde për legalizim dhe ti nuk ke më të drejtën mbi këtë. Mund të shkosh në gjykatë, por siç e dim, domethënë gjyqet zgjasin një maraton vitesh pafund dhe ti endesh dyert të gjykatave që nuk ke as kohë për të humbur, as para dhe as mundësi. Një problem tjetër që lidhet me, që ndikon drejt për drejt në pronën e emigrantëve, në rrezikun që i kanoset pronës e emigrantëve, është dështimi i institucioneve. Ne kemi thënë, edhe vazhdojmë ta themi që institucionet tona lidhur me pronësinë kanë dështuar dhe vazhdojnë të dështojnë. Ato janë në kaos total, janë në një konfuzitet të plotë dhe shumë dosje flen dhe do vazhdojnë të flenë dyreve të këtyre institucioneve. Dështimi i kadastrës që shpesh regjistron prona të pa verifikuara,
shpesh cënon të drejtën e pronësisë dhe nga ky kaos që gjendet në kadastër, pra në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, detyrohet që çështjet të zvarriten, pronarët legjitim të ende ndyrëve të gjykatave, së bashku këto pra me në bashkëpunim të hershtur edhe me noter që certifikojnë shpesh kontrata të dyshimta. Dhe emigrantët, çfarë ndodh me emigrantët? Emigrantët janë larg, janë pa kohë, pa qasje të shpejtë në gjykatë dhe shpesh pa përfaqësues në fakt të besuar se jo rrallë herë. Hasim me problemet që sillen dhe përfaqësuesit e tyre. Nuk përjashtoj këtu dhe avokatët, se përfaqësues të tjerë të cilët mund të jenë të afërm ose përfaqësues të tjerë ligjor të këtyre personave të emigrantëve, pra që i besojnë me prakura përfaqësues të tyre, të shpesh i lënë në bajt ose shpesh bëhen palë me manipuluesit ose me persona të tjerë që manipulojnë dhe marrin pronën e emigrantit, pronar jo legjitim. Po do t'ju sjell që të kuptojmë së bashku çfarë tham ne tashin, që të kuptojmë së bashku problematikat të shumta që vinë me pronën e emigrantit. Do t'ju sjell disa shembuj real në fakt që janë vinë nga eksperienca e punës time, vinë nga eksperienca e gjithë këtyre vite mund dhe punë, pra. Historitë vërteta, por për të ruajtur anonimatin, neve emrat nuk do t'i themi emrat e plot, por do t'i ndryshojmë disa emra. Dritani jeton në Itali për 22 vitesh. Prindrit i lanë trashëgim një copë tokë në Durrës, tokë e regjistruar në hipotekë. Disa vite më përpara, kur shkoi për të ndërtuar një shtëpi, Dritani zbuloi që një firmë ndërtimi kishte ngritur një pallat mbi tokën e tij ndjes. Firma pretendonte se kishte bler truallin nga një person i tretë dhe kadastra, siç ndodh, rëndonte kishte regjistruar pronën e tyre, pra këtë kontratë që blerën ishte regjistruar në kadastër. Dritani ka nisur vërtet një betejë ligjore, por gjyqet zvarriten, siç thamë, siç do vazhdoj të themi, që gjyqet zvarriten, gjykatat i zvarrisin pafund për një ose dy arsye. Gjyqet dhe ka persona që janë ende 15 vjet, 20 vite në përgjigje dhe nuk e kanë mbaruar. Pra, ç'a ndodhi? Me aktet, me dokumentat e falsifikuara që një firmë ndërtimi përdor një ose dy persona të tjerë, ajo blen një truall që nuk është e saj, nuk është e personit që shet, dhe duke përfituar nga kaosi, duke përfituar nga rishfete, duke përfituar nga dështimi institucioneve, e regjistron këtë pronë si të saj në regjistrin hipotekor dhe vazhdon më tej ndërtimet për përfitime individuale, për përfitime vetjake. Pra, mungesa ose dështimi i institucioneve përkatëse së bashku me persona të tjerë që duket sikur kanë një marrëveshje në grup, noter ose persona të tretë sekser, bëjnë që prona të jetë në rrezik, që prona të grabitet, ndihmojnë, pra lehtësojnë personat që përfitojnë nga këto fenomene ose nga ky moment kaosi në Shqipëri. Kemi një rast tjetër, Violeta është një grua e moshuar që jeton në Greqi. Violeta e la të vllajën të saj të kujdeset për tokën e saj në periferi të Tiranës. Vllai ja shiti tokën pa dijenin e saj. Pra, toka që ishte lënë për mirëbesim, për ruajtje, vllai e shiti pra pa dijenin e Violetës me dokumentat falsifikuara. Kur ajo tentoi të ankojë, përgjigja epike që jep shteti thotë që kanë kaluar shumë kohë dhe ti duhet paraqitesh në gjykatë, siç ndodh me një kërkesë padi, për të kërkuar rivendosjen e të drejtës tënde. Sot e kësaj dite Violeta endet në përdyret të gjykatave, nuk e ka sigurisht tokën, por nuk ka as mundësi për të kërkuar tokën, për të vazhduar pra betejat gjyqësore. Sepse ka kaluar shumë vite, toka është jetësuar, është ndërtuar në tokën e saj, janë marrë pra, janë vjelur frutet e personit që ka bërë këto manipulime, këto falsifikime. Pra,
gjithmonë janë problematikat ose arsyet që përmenda më lart që ndikojnë në që këto abuzime të marrin rrugë, këto abuzime të rëndojnë dhe prona të grabitet, prona të humbas mundi dhe djersa emigrantëve pra. Një rast i tretë që doja t'ju sjell në vëmendje është një rast në fakt të zhbërë i njohur nga media. Një emigrant në SBA, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur u kthye në Shqipëri, gjeti shtëpinë e tij të zënë nga një ndërtues i cili pretendonte se i kishte blerë trullin. Kishte dokumente që në fakt rezultuan të rrem, po për shkak se ai nuk kishte qenë në Shqipëri për më shumë se 10 vjet, gjykata tha se nuk mund të provoj që personi që e ka përdorur tokën mbi 10 vite e ka gëzuar këtë në një posedim të pandërprer. Posedimi pandërprer është një nga kushtet e fitimit të pronësisë me parashkrim fitues. Pra, toka e personit, toka e tjetër kujt, një person e ka zënë me dokumente të rreme, e posedon e mban atë tokë me shumë se 10 vite, pastaj e çon në gjykatë për ta legalizuar, për të marrë porosin lidhur me këtë pronë. Pra, kjo është një rast tjetër tipik i cili çon pra në tjetërsimin, në zhvatjen e pronës. Ky është një absurditet fakt që ndodh vetëm kur ligji nuk mbron të drejtën. Kur ligji mbron vetëm këmbgulcin ose vetëm atë që ka para, ka pushtet ose ka njohje në pushtet. Rëndon ose ne të gjithëve na lind që po dëgjojmë ose do ta dëgjojmë ose të gjithë që kemi hasur këtë probleme ose që kemi familjar të njohur tanë që hasin këtë probleme, lind pyetja kush e ka fajin? Kush e ka fajin për gjithë këtë katraur, kasaphan që vazhdon të ketë jetë në vendin tonë, për sa i përket pronës pra. Në dukje, në fakt, janë individ që abuzojnë, por në thelb kemi të bëjmë me institucione që nuk funksionojnë. Kadastra, siç e tham, nuk kontrollon dokumentacionin e saj seriozisht. Pra në kadastër, shpeshherë kemi parë abuzime, mjafton një njohje, mjafton një dëshirë politike, mjafton një lidhje, një korrupsion, që kadastra të regjistrojnë prona që nuk kanë të bëjnë fare me ato që i regjistrojnë, por i prona që i përkasin dikujt tjetër dhe kështu zhvillohet kaosi i cili endet në dyert e gjykatave nuk merr fund kurrë. Pra, është rotacion dhe kaosi ose ngrabitja e pronave nuk përfundon kurrë, ashtu si nuk ka përfunduar këto 30 sa vite që ne kemi demokraci. Kemi të bëjmë me thamë dhe episodin tjetër, kemi të bëjmë me noterë që shpesh herë bëjnë ose përmbyllin kontrata fiktive, kontrata abuzive. Pra duke toleruar me dashje një kontratë, një akt notarial, noterët bëjnë të mundur që dikush të grabis pronën e dikujt, bëjnë të mundur që djersa mundi i pronarit, mundi i emigrantit të shkojë kot dhe të humbas vetëm për shkak të këtyre problemeve. Janë fajin një tjetër fajtor që është në fakt një nga aktorët kryesorë, janë gjykatat. Gjykatat janë vënen shumë, të themi për shkak të ngarkesës, se ndoshta nuk është ngarkesë, por është keq menaxhimi ose keqdashja ose mos dëshira për të realizuar ose për të shëruar këtë plan. Gjykatat janë kthyer në institucione burokratike, të cilat vite të tëra kemi thënë këtu e përsërisin që për të mbaruar një proces gjyqësor në gjykatën e apelit duhen më shumë se 7 vjet. Pra një pronari që është grabitur pa të drejtë toka, i cili ka punuar 20 vite në Greqi, Itali, Amerikës e gjetë, edhe pse toka i grabitet, do të presi 7, 8, 10, 15, 20 vite për të marrë ose për të vënë në vend të drejtën e tij. Shteti shqiptar, pra, nuk funksionon një mekanizëm në vendin tonë, një mekanizëm specifik për të mbrojtur pronën e emigrantëve. Vërtet ka ligje që në duket sikur e mbrojnë pronën,
sikur janë me të drejtën, sikur janë me pronarin, por për sa i përket pronës së emigrantit, nuk ka, do të ketë ligje të posaçme, do të ketë institucione të posaçme, të cilat do të merren vetëm me mbrojtjen, ruajtjen e pronës ose të drejtat e pronësisë të emigrantëve me pronën në vendin tonë. Shumë emigrantë pra e kanë pronën të shenjtë, siç është edhe për gjithë shqiptarët, nuk e kanë vetëm një shtëpi kur do vinë do kthehen, po e kanë një kujtim, një dinjitet, një trashëgimi e tjerë. Emigrantët në fakt duhet të merren disa masa nga vetë persona, nga vetë emigrantët të cilët kanë një pronë ose gëzojnë një pronë, ose e kanë blerë ose me trashëgimi ose nga mënyra të ndryshme të cilat mund fitohet pronësia në Republikën e Shqipërisë. Emigrantët duhet të verifikojnë periodikisht pronat e tyre. Kjo duhet të ndodhë, e kemi thënë gjithmonë, duhet të ndodhë ndërmjet përfaqësuesve ose mund të verifikojnë periodikisht pronën e tyre edhe nga sistemi i Albania, në të cilët vërtet ka problemet e veta, por të paktën emigrantët mund të jenë në koherencë të plot me çfarë ndodh me pronën e tyre. Dhe në këtë mënyrë do të mbajnë në koherencë hap pas hapi pronën e tyre, problematikat që mund të lindin, domethënë pa dashur ose pa dijeninë e tyre për sa i përket pronës. Fakt, duhet të ketë, e thamë më lart, duhet të ketë një platformë veçantë ku pronarët jashtë vendit, jashtë Shqipërisë, të kenë më shumë lehtësira, të kenë më shumë akses në procedurat mbi pronën, si çdo lloj procedure tjetër. Nuk duhet të jenë pa me vonesa, nuk duhet të jenë me problemet që hasim edhe ne në informacionin mbi pronën, duhet të krijohen një sistem, një drejtori ose një lloj mekanizmi i veçantë i cili i ndihmon emigrantët për të zhvilluar pra pronën, për të marrë informacion, për të bërë transaksione të ndryshme lidhur me pronën e tyre. Diaspora duhet të bashkëpunojnë pra bashkarisht dhe të ushtrojnë presion mbi shtetin, mbi qeverinë shqiptare, për të formuar një sistem regjistrimi të pronës, pra të formuar një sistem të veçantë që t'i shërbej vetëm pronave të emigrantëve. Jo një sistem siç është në Shqipëri për vendasit, për personat që jetojnë në Shqipëri, të cilët për hir të vërtetës kanë më shumë lehtësira se emigrantët, pasi ato janë këtu, janë të mundur në kohë, në mundësi dhe në shumë probleme të tjera që mund t'i eliminojnë pasi janë prezent në Shqipëri. Kurse emigrantët mungojnë në Shqipëri. I mungon koha, i mungojnë përfaqësuesit, i mungojnë informacioni plot, pra mungon është errësirë totale lidhur me pronën për sa i përket emigrantëve. Prandaj e themi që shteti duhet krijojë një zyrë të posaçme që pronat e diasporës të trajtohen veçmas, të drejtohen me shumë kujdes, për shkak me qëllim që t'i presin në rrugën të gjitha abuzimet, të gjitha këtyre problematikave që ne sa i përmendëm më lart. Pra duhet që nga topografi, që nga hartimi i hartave, duhet që të ketë institucione, drejtoria të veçanta të merren me pronën e emigrantëve, se shpesh për shembull hasim mbi vendosje. Pra, një emigrant jeton jashtë shtetit për shumë viteve, ngjitur me të komshiu, me babzinë e tij për të grabitur ose për të marrë sa më shumë tokë, sa më shumë pronë, ka hyrë me metra të tëra në kufi të pronës të emigrantit, të atij që nuk jeton aty. Duke e cilësuar si shpesh e tham, duke e cilësuar si një pronë, si një mall pa zot. Kjo krijon një mbivendosje e cila i çon palët në dyert të gjykatave. Dhe vazhdon pasaj rotacioni me vite të tëra dhe prona në problemi pronës nuk zgjidhet, grabitja e pronës vazhdon, personi që ka grabitur vazhdon ta gëzojë, vazhdon ta zhvillojë pronën që nuk i takon, për cilën nuk ishte pronar i lishëm. Prona në fakt nuk është vetëm tokë apo truall. Prona është për secilin nga ne, po sidomos për emigrantët është rrënjë. Prona është një kujtim, është sakrificë. Nëse je emigrant
dhe ke pronë në Shqipëri, mos e lër pas dore, mos beso veprërisht, por kontrollo regjistrat, mendo çfarë tham, kontrollo regjistrat, kontrollo pronën tënde, mbajnë në korrent pra pronën tënde, vazhdimisht duke mos lejuar ose duke i paraprirë abuzimeve që mund të bëhen me pronën tënde. Kontrollo dokumentacionin, përpilot dokumentacionin të saktë dhe kështu ti do jesh një hap përpara dhe gjithmonë do t'i eliminosh ose do mund t'i presësh rrugë abuzimeve që mund të ndodhin me pronën tënde. Mos e lini pronën pas dore, mos e lini dokumentat pas dore, mos e lini hartimin e dokumentave pas dore, mos lini vite të tëra pa hartuar dokumentat ose pa marrë informacion për pronën tuaj. Dhe pastaj kur ju një ditë vini në Shqipëri dhe kërkoni të merrni pronën tuaj, gjeni ose hasni me dhjetra probleme të këtij lloji që ne sapo ja u tham. Së bashku do të kërkojmë, mund të kërkojmë pra bashkarisht duke ngritur zërin bashkarisht, mund të kërkojmë nga shteti që shteti të bëj sigurisht detyrën e tij, sepse mbrojtja e pronës është detyrë kushtetuese, është detyrë ligjore e shtetit për të mbrojtur pronën. Por sidomos pronën që duket pa përkraje, pronën e emigrantit. Të mbrojësh detyrë shtetit, të mbrojë qytetarët e tij, jo ato që din të manipulojnë ose ato që din të japin rishfet. Po shteti duhet të dëgjojë zërin e pronarit, duhet të dëgjojë zërin e emigrantit për të mbrojtur dhe për t'i dhënë të drejtë, për të mbrojtur drejtë e emigrantit, të mbrojtur individin nga abuzimet të tilla me pronën. Do t'ju falenderoja edhe këtë radhë që na ndoqët, do të falenderoj të gjithë ato që do të na ndjekin ose do të na dëgjojnë në vonë, do të falenderoj të gjithë ato që na kanë shkruar, ne jemi munduar të japim përgjigje të gjithë personave që na kanë kërkuar mendim, të gjithë personat që na kanë kërkuar këshilla, jemi munduar të jemi pranë problemeve të tyre dhe sigurisht gjithmonë do ta ngrejmë zërin bashkarisht me ju për të kërkuar dhe për të realizuar të drejtën tuaj ndaj pronës. Në këtë mënyrë do jemi një zë më shumë për të ndaluar ose për të përpjekur që të ndalojmë fenomene të tilla që grabisin pronën. Por sidomos që është shumë e rëndësishme prona dhe djersa e emigrantit. Mos harroni të na shkruani dhe të na bëni subscribe në kanalin ton Okult me Avokatin. Tani unë do t'ju them edhe dy fjalë për sa i përket temës së dytë tematikës së dytë që ne trajtojmë gjithmonë në emisionin tonë, është divorcet. Janë problematika që shkakton divorci, por së fundi kemi folur paksa për pronën, se si menaxhohet, se si ndahet prona pas divorcit, kujt i takon. Por sot unë dua në fakt i kthej përgjigje një zonje nga Tirana, e cila na ka shkruar në adresën tonë. Ajo kërkon të di që si zhvillohen ngjarjet, ka një fëmijë, pra është divorcuar disa vite më përpara, ka një fëmijë i cili para disa muajsh ka mbushur 18 vjeç dhe me arrogancë ish bashkëshorti i ka ndërprer pensionin ushqimor. Kjo zonjë na ka shkruar dhe kërkon të di se si zhvillohen pra e drejta për pensionin ushqimor. Kujt i takon dhe kur mbaron pensioni ushqimor? Kur mbaron, pra kur pushon ky detyrim ndaj personit që gjykata e ka caktuar ose i ka ngarkuar detyrimin për pension ushqimor. Siç e dim, po ja u them edhe një herë që pensioni ushqimor është një drejtë jo e bashkëshortit, po është një drejtë e fëmijës. Pra fëmia gëzon të drejta të tilla që gjykata i njeh dhe ligji ka kërkuar të vendosë një ekuilibër post divorcit për të ruajtur problemet sociale që mund shkaktohen nga ndarja, pra nga prishja e martesës. Dhe në këtë mënyrë gjykata vendos që bashkëshorti i cili nuk është besuar për rritje dhe edukim fëmija, të ketë një detyrim i cili quhet detyrim për pension ushqimor për fëmijën, pra për të plotësuar sadopak ose për të mbushur sadopak atë boshllëkun që shkakton divorci për sa i përket jetesës ose ushqimit përditshëm ose jetesës përditshme. Dhe siç po thoja, kjo zonë kërkon të di që nëse i takon të vazhdoj pensioni ushqimor për fëmijën e saj, i cili ka mbushur 18 vjeç. Në fakt, pasi na sqaroi disa gjëra, mësojmë që fëmia
i zonjës është aktualisht vazhdon shkollën e lartë, pra studimet e larta. Ka mbaruar shkollën e mesme dhe aktualisht vazhdon studimet për shkollën e lartë. Atëherë unë dua të sqaroj, e kemi zgjedhur të shembull për ta sqaruar sepse është një problematikë që mund ta hasin shumë nëna ose shumë çifte të divorcuara. Do të sqaroj këtë problematikë që pensioni ushqimor vazhdon është një detyrim të paguhet edhe pasi fëmia ka mbushur moshën 18 vjeç, pra që quhet madhor, mbas 18 vjeçë quhet madhor, po pensioni ushqimor vazhdon për aq kohë sa fëmia vazhdon studimet, pra vazhdon shkollën e lartë. Prandaj ky prind është i detyruar të vazhdojë të mos e ndërpres pensionin ushqimor për sa kohë djali i tij të vazhdojë dhe të mbarojë studimet e larta. Pra pensioni ushqimor nuk ndërpritet, edhe pse ka kaluar mosha 18 vjeç, por edhe tjetër përkundazi, ish bashkëshorti, pra i ati fëmijës, është i detyruar të paguaj edhe kostet ose çfarë ka shpenzime të shkollës për fëmijën, sidomos në raportin gjys me gjys. Prandaj i kthem përgjigje zonjës dhe kujdo tjetër që ka këtë problematik, që pensioni ushqimor është një drejt jo e prindit, po e drejt e fëmijës. Prandaj këtë të drejt fëmia e vazhdon ta mbaj edhe pasi ka mbushur moshën 18 vjeç, po me kusht që të vazhdoj studimet e larta. Këtu do ta mbyll edhe për sot edhe këtë emision. Do t'ju falenderoja nga unë avokat Artan Gjuzi dhe mos nguroni pra të na shkruani në numrin ton të telefonit. Faleminderit, natën e mirë.